Përshëndetje nga Elena Demollari, përshëndetje në Vibe, do bëjmë parashikimin javor për gjitha shenjat e horoskopit, gjithmonë me letra tarot dhe do fillojmë me shenjën e dashit për këtë javë si do jetë situata e shenjës së dashit për këtë javë me letra tarot për të parë energjinë e tyre. Dashi do kenë fillime të reja drita e jeshile dhe universi do t'japi një dritë jeshile. Takime, telefonata, rikthime, një ish i dashur ose një ish e dashur, çdo situatë do i dalim përballë. Çdo fortune, por mund të përballen dhe persona që mund të jenë serioz dhe korrekt, dhe kur gabojnë nuk i pretendojnë asnjë gabime. Do kenë përfitime të vogla në financën e tyre, do ecin përpara. Rrota e fatit është në drejtimin e tyre dhe persona të tretë largojnë nga jeta e tyre. Nëse kanë armike kundërshtare, kanë Jupiterin që do t'i japi nisma të reja, perspektiva të reja, do ecin përpara shenjë dashit. Demi. Juve të shenjës së Demit duhet të keni kujdes në të kaluarën tuaj, keni kaluar shumë situata të vështira, mund kenë ndodhur smundje, vdekje, operacione spitale, probleme shëndetësore, mund të jeni të vrarë dhe shpirtërisht dhe çdo njeri që keni besuar mund të ketë futur thika mbi shpinën. Duhet keni kujdes juve të shenjës së Demit se mund të keni dhe një prishje planesh, e kujtoni shumë lidhjen tuaj, të kaluarën tuaj, fëmirin tuaj ose një lidhje dashurie, por dikush do i kërkoj të falun nëse ju ka vrarë shpirtërisht. Duhet të ecni përpara, mos e ktheni kokën mbrapa, do përballeni me persona që janë xhelozë, nuk do t'ja tregojnë atë xhelozi. Duhet të jeni të kujdesshëm sidomos këtë javë, do mirë lajme të mira nëse keni të bëni me çështje institucionale, viza, pasaporta, dokumenta ose jeni në pritje të diçkaje, do mirë lajme të mira. Do jeni një familje kompletuar, një dëshira juaj do t'ju bëhet realitet. Në financë do jeni mirë, po duhet të keni kujdes persona që mund t'ju fusin dhe thika mbas shpine. Binjakët, juve të shenjës së binjakëve, konkurrencë, duhet të shmangni dëshirë, debatet, konfliktet, mos marrëveshjet nëse keni të bëni me çështje pronash ose një konkurrencë, duhet të keni kujdes se mund të përfshiheni në një debat, po përsëri keni një pozicion të mirë. Shere debate, konfliktet, do shmangni konfliktet gjatë kësaj jave. Duhet keni kujdes me persona që janë me dy fytyra, keni nevojë për qetësi, për relaksim, keni nevojë për një pushim. Mos mirëni opinion tjerëve, jepini drejtim vetes tuaj, do keni fillime të reja, dritë jeshile dhe universi do t'japi drita jeshile, do ecni përpara, do mirëni lajme të mira nëse keni të bëni me biznesin tuaj, financat tuaj ose me dashurinë tuaj, do mirëni lajme të mira. Fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje do gëzoheni, por duhet të shmangni konfliktet dhe konkurrencë që do keni juve të shenjës së binjakëve për këtë javë, duhet jeni të kujdesshëm. Gaforia pavarësisht që mund të ketë kaluar situata të vështira, mund të ketë patur gjatjes së tyre dhe pengesa, do i kalojnë me sukses, janë në kërkim të diçkaje për të kërkuar një dritë, kohët e fundit janë të vetmuar, por duhet të presin dhe pak. Duhet të kenë kujdes se mund të kenë edhe pak probleme shëndetësore, dikush një largim pune, një prishje planesh ose një falimentim, duhet të jenë të kujdesshëm gaforet, në dashuri do janë mirë, në financë do janë mirë, por do firmosin kontrata, firmat, dokumenta dhe një me vendimarrjen do marrin një vendim. Nëse kanë të bëjnë me çështje institucionale ose në profesionin e tyre, do fillojnë javën duke firmosur dokumenta. Luani, duhet t'i besoj intuitës të tyre, energjisë të tyre, do ketë pak pengesa, por duhet të largohet nga pengesa, mund të ketë dhe një dashuri pasionante vulkanike, mund të ketë dhe xhelozi ndaj tyre, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, do jenë super të mingarkuar. Do kenë një mingarkesë, po mos marrin shumë tash e themet të tjerëve, duhet të ecin përpara. Në dashuri do jenë mirë, në financë do jenë mirë, po duhet të ketë kujdes se do ketë një mingarkesë, do jenë super të mingarkuar. Virgjëresha, për këtë javë Virgjëresha duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, distancë, largësi, krizë në partneritetin e tyre, mund ta ndiejë veten pak të bllokuar, bllokime mentale, dikush mund të ketë tyre në mendimet e tyre, mund të ketë lexuar mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz akmar që kërkon akmari, po duhet të jenë shumë të vendosur. Bllokime mentale, duhet të çlirojnë nga bllokimet që kanë. Mund të jetë pakërësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin gënjeshtra, mashtrime, mund të jetë një fatin në premë gëshar. Por, një virgjëresh për këtë javë do zbuloj gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe çdo gjë do i ndalin sheshi, do i kuptoj të vërtetat. Në dashuri do jenë mirë, në punë e kanë ndirë vetëm pak të bllokuar, por do të çlirojnë nga bllokimet që kanë dhe me një vendimarrje do marrin një vendim. Do jenë shumë të vendosur virgjëreshat. Në financë do jenë mirë dhe në punën e tyre, nëse kanë biznesin e tyre do jenë mirë virgjëreshat.
Peshorja duhet të kenë kujdes sidomos për këtë javë, se mund të jenë pak zemërtyer, një bashkëpunim në grup, mos marrin shumë opinione të tjerëve, mos dëgjon tash themet e botës, do kenë një ngritje ekonomike financiare, gjërat mund të kenë të turbullta nga yjet, por përsëri do kenë qartësime, do ndriçojnë në jetë, në dashuri duhet të jenë të kujdesshëm, por ne edhe në shëndet mund të kemë pak probleme shëndetësore, por sidomos këtë javë duhet të jenë të kujdesshëm peshore në lidhje me dashurinë. Akrepi duhet të ketë kujdes sidomos këtë javë nga personat që gënjen, mashtrojnë, spionojnë dhe pjesërisht kanë spionazhin. Shikojnë drejt horizontit të largët, nëse ka të bëjë çështje ligjore, studi ligjore, duhet të konsultohen mirë me një avokat përpara se të firmosin, në momentin që do i plotësoj dëshira, do duken se kur do kapin botën me dorë, do kenë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim i shtetit, nëse kanë biznesin e tyre, do kenë stabilitet në biznesin e tyre, nga ana shpirtërore do gjejnë një qetësi shpirtërore, për momentin mund t'i kenë gjërat pezull, po do zgjidhin gjërat me kreativitet, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet akrepi, sidomos për këtë javë. Shigjetari do ketë pak krisje në partneritet, duhet të ketë kujdes shigjetari sidomos, duhet të ketë kujdes nga personat që janë materialist, mund të bjerë dhe kthejtrat e dikujt që gënjen, mashtron, ose kthejtrat e dojnë personin negativ, duhet të jenë të kujdesshëm, do kenë kriza në partneritet, udhëtimet e gjata nëse kanë menduar, por udhëtimet të gjata do marrin lajme të mira, ngritje ekonomike financiare nëse kanë biznesin e tyre, do kenë ngritje në biznesin e tyre, do marrin lajme të mira dhe do gjenë një qetësi paqësore. Në shëndet do jenë mirë, po duhet të kenë kujdes në lidhjen e tyre të dashurisë, se mund të kenë dhe kriza në partneritet për këtë javë shigjetarët. Britsjapi duhet të ketë kujdes, sidomos këtë javë dikush do largohet, juve të shenjës së britsjapit duhet jeni të kujdesshëm se do keni tradhti, dikush do ju presi në bezë, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij, ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorëheqje nga puna, ose dikush do largohet nga diçka që juve nuk e prisni nga personi që juve të shenjës së britsjapit mund t'i keni besuar shumë, mund të keni dhe tradhtim bashkëpine. Jeni shumë luftarak, do ecni përpara, do keni përfitime të vogla, nuk do jeni të sigurt, nuk do jeni stabil, do thoni ndoshta po, ndoshta jo, po duhet të heqni fashën në syve, do të shikoni më përtej, çdo gjë do dalë sheshit, do keni shumë mundësi për të ecur përpara në biznesin tuaj, në profesionin tuaj, në lidhjen tuaj të dashurisë, do ecni përpara, po duhet jeni të kujdesshëm në rrethin shoqëror, se do keni tradhti, dikush mund t'ju presi në bezë dhe juve të shenjës së britsjapit nuk do ju vi mirë. Sidomos për këtë javë duhet jeni të kujdesshëm. Ujori mund të jetë pak gjendje ankthi, energji negative, mendime të këqija, izolime mentale, ndoshta mund të ketë edhe një pagjumësi, do kenë përfitime të vogla nëse kanë biznesin e tyre, do ecin përpara, do jenë pak konfuz, lidhje dështuar ose një martesë dështuar do jenë pak konfuz në lidhjen e tyre të dashurisë, nëse kanë të bëjnë me çështje pronash ose diçka tjetër ose projektet e tyre, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet, do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe ka një pozicion të mirë, do rilindë diçka e re, do kenë rilindje, pavarësisht që mund të kenë situata të vështira për t'ia punë, dashuri, fat, financë, do kenë një energji pozitive, do ja dalin me sukses. Peshqit, juve të shenjës së peshqve duhet të keni kujdes nga personat të tretë, gjatë javës një person i tretë mund t'ju lërë të mërzitur, të shajt, t'ju bullizoj, keni të bëni dhe me persona që janë të lëkundur, e kanë mundësin për të ndihmuar dhe nuk japi. Një lajm mund ta mirni të mirë, një lajm mund ta mirni të idhur, do jeni pak të mërzitur, po universi do t'japi dhurata të bukura, do të çeli diçka e re, fillime të reja. Në dashuri do keni pak lëkundje, duhet të keni kujdes, në financë duhet të jeni të kujdesshëm. Do kenë ndryshime, do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, do jetë një transformim i papritur për shenjën e peshqve, më përpara i kanë marrë vendime të nxituara, kanë marrë vendime shpejt, por do kenë nisma të reja, do ecin përpara. Të gjitha shenjat e horoskopit, sidomos për këtë javë, do kenë pak krizje në partneritet ose në biznesin e tyre ose në dashurinë e tyre, duhet të kenë kujdes
gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, konkurrencë, debatet, por në fund fare do dalin të fituar. Shenja më me fat për këtë javë do jetë Demi Akrepi dhe shenja më pa fat do jetë Binjakët, duhet të ketë kujdes se do ketë konkurrencë. Ku ishte parashikimi javor për këtë javë? Nga unë Elena Demollari, dëgjohemi përsëri javën tjetër gjithmonë në emisionin Vibe. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.